Ti do jesh via audio? Po. Vetëm mos ma luaj këtë se jemi presidentin. Mirë? Okej, bro. Do të mundona. S'ka se do gjë, vetëm mos ma luaj se mos më prishë se më fik fare. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, i nderuar presidenti i Shqipërisë, zotri Bajram Begaj, i nderuar kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, të nderuar ministra në detyrë, i nderuar ministër i Kulturës Hajrullah Qeku, të nderuar kryetar komunash, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues nga të gjitha trojet shqiptare që jeni mbledhur sot, i nderuar ambasadori i Shqipërisë, të nderuar përfaqësues fetar. Mirë se keni ardhur në Akademinë Solemne për 147 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, të organizuar në patronatin e komunës së Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit shënoi kthesën themeltare në historinë e kombit shqiptar si organizim politik në mbrojtje të trojeve identitetit, lirisë dhe gjuhës. Prandaj, jemi mbledhur sot për të shënuar
këtë moment historik dhe jo vetëm për ta kujtuar. Para jush, ftoj një koqirin e qytetit të Prizrenit dhe të këtij organizimi, kryetarin e komunës së Prizrenit, zotri Shaqir Totaj. I nderuari presidenti i Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, i nderuari kryeministri në detyrë, zoti Albin Kurti, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues institucional nga trebat mbar kombëtare, të nderuar përfaqësues të institucioneve të sigurisë, FSK-ja dhe policia, të nderuar kryetarë të komunave, e nderuara kryetare e gjykatës zonja Emra, të dashur mysafir të pranishëm, zonja dhe zotri. Sot nuk jemi këtu vetëm për të përkujtuar një datë. Jemi këtu për të nderuar një betim që është bërë në këtë qytet, në këtë truall të shenjtë, betimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe qershor 1878, burrat e kombit u mblodhen në këtë qytet për t'i thënë botës: ne jemi shqiptar, kemi tokën tonë, gjuhën tonë, kulturën tonë dhe nuk pranojmë të coptohemi. Ata nuk kishin as mbështetje ndërkombëtare, as resurse moderne, por kishin një gjë që vlen më shumë se gjithçka: ndërgjegjën kombëtare dhe guximin për të vepruar. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizim politik, ishte zgjim i identitetit tonë. Projekt i parë strategjik për bashkimin e shqiptarëve, një ngjarje që i parapriu dhe frymëzoi pavarësinë, lirinë dhe vetë ekzistencën tonë si popull në këtë pjesë të Europës. Por pyetja që duhet të bëjmë vetes sot në këtë 147 vjetor është: çfarë do të thotë sot lidhja e Prizrenit për ne? A do të mbesim vetëm në përkujtime fjaline, apo do ta shndrojmë atë frymë në veprim konkret për të ardhmen tonë? Sepse sot, ashtu si atëherë, përballë kemi sfida të mëdha. Kërcënime ndaj identitetit tonë kombëtar përballë globalizimit, rrezikun e harresës historike për brezat e ri, moskujdesin ndaj trashëgimisë tonë shpirtërore, kulturore dhe territoriale. Sot lidhja e Prizrenit na fton të jemi krenar për të kaluarën, por të jemi të përgjithshëm për të tashmen dhe vizionar për të ardhmen. Na fton të jemi faktor të zhvillimeve rajonale e jo vetëm spektator. Na kërkon të punojmë për bashkimin shpirtëror, kulturor dhe ekonomik të kombit. Na obligon të ndërtojmë një shoqëri që i ruan rënjet, por sheh larg, që i mbron vlerat, por ecë përpara. Një shoqëri ku bashkëpunimi si faktor determinues ekzistencial zëvendëson ndjenjen e vetëmjaftueshmërisë. Lidhja e Prizrenit nuk është vetëm kujtesë, por është busollë. Prizreni duhet të jetë vendi ku përfaqësuesit politik të shqiptarëve mblidhen jo vetëm në përvjetore, por për të krijuar vizion, strategji dhe për të dhënë frymë të re projektit kombëtar në kushte moderne. Dhe kjo barë mbi ne, institucionet, intelektualet, udhëheqësit lokale qendror, mbi çdo shqiptar që ndihen veten pjesë të këtij kombi. Prandaj sot nga Prizreni, zemra historike e kombit, duhet të përcjell një mesazh të qartë. Le të mos jemi vetëm trashëgimtar të historisë, por të bëhemi autor të saj. Le të mbajmë gjallë lidhjen e Prizrenit, një ide në frymë dhe vepra. Le të bëjmë Prizrenin jo vetëm qendër të kujtesës kombëtare, por edhe piknisje të çdo projekti të madh ballkombëtar. Lavdi brezave që nisën këtë rrugtim, nder dhe përgjegjësi për ne që duhet ta vazhdojmë, ta duam Prizrenin si simbol i unitetit, të respektojmë lidhjen si frymë e përjetshme. Të nderuar, ju falenderoj për vëmendje.
Zonja dhe zotrinj të nderuar të pranishëm, tani kam nderin që në këtë akademi solemne për fjalimin e tij ta ftoj kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurtin. I nderuari zotri Bajram Begaj, presidenti i Republikës Shqipërisë dhe zonja e parë Armanda Begaj, i nderuari kryetari i komunës Prizreni zotri Shaqir Totaj, i nderuari zotri Ajrulla Qeku, ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, të nderuar kryetar të komunave të Kosovës, por edhe të Luginës, Preshevës e të Maqedonisë Veriut, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, këto ditë teksa po bëhen 26 vite prej shtjerimit Kosovës, ky qerek shekulli i lirisë më të madhe dhe më cilësore ndonjëherë në Kosovë, është përshkuar edhe si periudha kur me më shumti e kemi kujtuar lidhjen e Prizrenit edhe sa i përket rregullsisë edhe vazhdimësisë. Vetë pas vitin çdo përvjetor, për çdo 10 qershor, ky log ku jemi mbledhur sot bashk, na ka bashkuar për ta përkujtuar lidhjen dhe për të rigjallëruar nëpërmjet trashëgimisë së saj. Ne nuk e kemi ndryshuar kur thirrjen e kësaj ngjarje të përvitshme, e cila thërret lidhja është gjallë. Por përse është kaq e rëndësishme të ruhet dhe të kultivohet kujtimi për lidhjen e Prizrenit? Përse është kaq vendimtare në reflektimin tonë të themi se lidhja është gjallë? Po ju ofroj disa arsye, jo si autori i tyre, por si mbështetës. Autorsinë e gjen nëpër vite në rezistencën shumë formë shet popullit tonë dhe në arritjet e shtetimit nga gjysma e kombit të mbetur jashtë në fillim të shekullit të shkuar. Organizata Lidhja Shqiptare me Selin Prizren është pika më kulmore e lëvizjes së rilindjes kombëtare shqiptare. Ajo është rilindja kombëtare në akt politik. Lidhja shqiptare e cila u themelua këtu në Prizren në xhaminë e Bajrakut me 10 qershor 1878, paraqet një lloj nyje tek e cila përbashkohen të gjitha çështjet kyçe dhe temat qendrore të historisë moderne të shqiptarëve, dhe kjo si në kontekstin e brendshëm shqiptar, ashtu edhe në gjendjen e shoqërisë botërore të asaj kohe. E themi këtë nisur nga fakti që lidhja shqiptare u formua si organizatë politike e cila të artikulonte vullnetin politik gjithë shqiptarëve, karshi vendimeve të Kongresit përkatësisht Traktatit të Berlinit. Lidhja do të jepte zë mendimit politik të Sami Frashit dhe të Pashkovasës, dy emrat mirënjohur edhe brenda vetë sferës publike osmane. Për herë të parë në një interval disa shekullor historik, lidhja po themelonte një kahje tre atë të idesë së bashkimit në ide e përfaqësim e përpjekje të shqiptarëve. Ajo po bashkonte rreth një projekti të vetëm politik kombëtar për të dallimeve fetare, krahinore e fisnore, numrin maksimal të shqiptarëve në të 4 vilajetet e banuara me shumicë shqiptare. Qëllimi ishte një vilajet shqiptar i mbetësishëm si njësi unike në hapësirën e Rumelisë, siç quheshin territoret evropiane të perandorisë osmane atë botë. Lidhja i dha pozicion të qartë politik shqiptarëve sa i takon premisës tashmë gjerësisht evropiane të rezultimit të çdo kombi të vërtet me një shtet për vetë. Në kontekstin e jashtëm, lidhja ishte ndërgjegjësimi i plot mbi natyrën e projekteve politike shoviniste të vendeve fqinje, si dhe mbi epokën që po hapej në ndryshimin e përbërjes së fuqive të mëdha. Pra te lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe autenticitetin e mendimit politik konformues dhe shtetëdërtues shqiptar, por edhe forumin e përballjes së krahëve politik pro-osmanist dhe atij autonomist. Te lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe shpirtin kryengritës mes peticionesh e protestash, por edhe vullnetarizmin luftarak e ushtarak për mbrojtjen e trevave shqiptare nga ushtrit fqinje.
Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe aftësinë e kapacitetin e shqiptarëve për të vetëqeverisur e për të vetëvendosur, por edhe aftësinë e tyre politike për të pozicionuar ndaj zhvillimeve politike ndërkombëtare të kohës, sikur luftrat ruso-osmane dhe përplasjet e interesave të fuqive të mëdha të ndryshme nga Mbretëria e Madhe, Franca dhe Gjermania, deri te Austro-Hungaria dhe Italia. Më në fund, me lidhjen e Prizrenit, shqiptarët po shprehin në mënyrë unike mbi çfarë ishin ata vetë dhe çka ishte realiteti politik ndërkombëtar. Pavarësisht shtypjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit si organizat, ajo ka mbetur e gjallë si shembull qëndrimi dhe misioni në historinë e përpjekjes së shqiptarëve për jetësimin e vullnetit të tyre legjitim politik si një projekt afirmativ dhe përpaqe. Lidhja dhe mendimtarët e rilindjes e thanë qartë se një Ballkan i qetë dhe me të ardhme premtuese është Ballkani ku shqiptarët respektohen në gjuhën, numrin dhe territorin e tyre. Ata kërkonin atë që u takonte dhe mbetësinë nuk e donin për të dominuar të tjerët, por për të qenë të barabartë me të tjerët. Nëse lidhja e Prizrenit do të ishte dëgjuar më mirë nga ideja politike e fuqive dhe jo nga interesat afatshkurtër, sigurisht që Ballkani, ky rajon i yni, nuk do të ishte në vimësi metafora e fuqisë së barotit. Ja përse lidhja është gjallë në mendjen e çdo shqiptari që respekton veten si publikja më politike e kombit, por edhe të njerëzit e tjerë të cilët ndajnë të njëjtat vlera universale. Le të mendojmë sa herë që përmendim lidhjen edhe rilindjen. Këtë lëvizje të madhe të mendimit dhe të gjuhës, të përbërë nga njerëz të një dije të lartë të shquar, të vendosur më shumë se kur përpara një të shkuare të pashtjelluar kombëtare dhe një horizonti të ndërlikuar ndërkombëtar. Andaj i shkon një nderim monumental të tërë atyre njerëzve që e ideuan lidhjen dhe që themeluan atë në qytetin e bukur të Prizrenit. Ju faleminderit të gjithëve bashkë. Na ka nderuar me prezencën e tij sot në këtë 147 vjetor të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e që dëshmon lidhjen e përbashkët ndër vite, por edhe tani. Para jush e ftoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Zotri Bajram Begaj. Të nderuar qytetarë të Prizrenit, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, atyre vendore, të nderuar deputet, i nderuar kryetari i komunës së Prizrenit, përfaqësues fetar të policisë, të FSK-s, të organizatave të tala pas luftës të veteranëve, të dashur bashkëdhetarë që vini nga Lugina e Preshevës, as shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe ata të Malit të Zi, të dashur bashkëdhetarë. Është nder, krenari dhe privilegj të jem sot me ju në Prizrenin e bukur, e bukurisë natyrore dhe shpirtërore, në Prizrenin e traditës dhe të patriotizmit, në zemrën e kombit shqiptar. Në këtë vend me simbolik të thellë, kujtojmë së bashku një nga faqet më të ndritura të historisë sonë kombëtare, lidhjen shqiptare të Prizrenit. 10 qershor 1878 ishte, është dhe do të mbetet themeli politik e shpirtëror i bashkimit kombëtar. Është dita kur filloi lëvizja për pavarësi kombëtare. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve kudo ku ata janë e jetojnë.
Ajo lindi si nevojë jetike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Lidhja shqiptare e Prizrenit ishte një thirrje për bashkim, për mbrojtje dhe vetdije kombëtare. 10 qershori 1878 nuk ishte thjesht një mbledhje e prizre shqiptare. Ajo ishte shprehje e krenarisë dhe përkatësisë dhe vetdijes europiane të një populli me histori të lashtë, kulturë unike e me vullnet politik për të vendosur vetë mbi fatet e tij. Të dashur vëllezër, e sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të kujtuar një datë në histori, por edhe për të nderuar një ëndër, një zgjim, një zë të fuqishëm që doli nga zemra e kombit tonë. Ky përkujtim i sotshëm është një akt kujtese, akt reflektimi dhe frymëzimi për të gjithë ne. Ai është gjithashtu edhe një akt edukimi kombëtar. Lidhja e Prizrenit shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e shqiptarëve. Ishte lëvizja e parë e madhe e organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake, që prej kohës së Skënderbeut. Në atë kohë, kur fuqitë ballkanike po përgatitishin të ndanin territoret shqiptare, burrat e dheut nga të gjitha anët e Shqipërisë etnike u mblodhen në Prizren për të ngritur zërin e kombit tonë. Ata nuk kishin fuqi të mëdha pas vetes, por ata kishin guximin, kishin vullnetin dhe besimin për të mbrojtur të drejtën e tyre për ekzistencë, për gjuhë dhe territor. Kishin dashuri për këtë vend, kishin dashuri për Shqipërinë, kishin dashuri për shqiptarinë. Lidhja e Prizrenit u rrit me shpresë, me guxim dhe bashkim. Të dashur pjesëmarrës, të dashur bashkëdhetar. Historia është frymëmarrja jonë, është gjaku që na rrjedh në deje. Lidhja e Prizrenit është pjesë e trupit tonë, e kësaj zemre që rre në çdo shqiptar të ndershëm, pjesë e identitetit tonë kombëtar. Identiteti ynë kombëtar nuk është vetëm një fjalë, nuk është vetëm një kujtim, por ai është një amanet. Le ta kujtojmë këtë ditë, jo vetëm me fjalë, por me veprim, me më shumë dashuri për identitetin e kombin tonë, për gjuhën tonë, për historinë tonë. Sot detyra jonë është ta çpojmë më tej këtë amanet, sepse ne nuk harrojmë historinë, ne duke mos harruar historinë, ne mbrojmë të ardhmen tonë. Përmes kujtimit të këtyre ngjarjeve, ne japim brezave shembuj dhe vlera. U mësojmë se liria nuk është e dhënë, por është e fituar. Se ateu nuk është vendi ku vetëm jetojmë, por pjesë e natyrshme e identitetit tonë. Se historia jonë nuk është prallë nga e kaluara, por trashëgimi solemne që na detyron. Kjo është arsyeja pse unë sot jam i shoqëruar nga një grup nxënësish nga Shqipëria, nga Shkolla Lidhja Shqiptare e Prizrenit në Tiranë. Ata përfaqësojnë lidhjen organike me të ardhmen. Sot, në një realitet krejt të ndryshëm nga ai i vitit 1878, Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të një kombi. Ata ecin përpara, krah për krah, në rrugën e integrimit evropian. Të jemi pjesë e Europës Bashkuar është vazhdimi natyrshëm i aspiratës që shqiptarët shprehen në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit nuk duhet kujtuar si një ngjarje e shkuar, por si busull frymëzuese. Ajo na mëson se kur jemi të bashkuar, kur kemi vizion dhe vullnet, asgjë nuk është e pamundur. Ajo na kujton se atë dashuria është vepër, jo fjalë. Se atë dashuria është të nderojmë sakrificat e djeshme me përgjegjësi të madhe për sot dhe me vizion për nesër. Të punojmë pa u lodhur për të ndërtuar një shoqëri shqiptare të drejtë, të arsimuar, të bashkuar e me dinjitet. Lavdi për jetë, lidhje shqiptare të Prizrenit, lavdi të gjithë atyre që dhanë gjithçka për identitetin dhe lirinë tonë, rroft Shqipëria, rroft Kosova, rroft kombi shqiptar. Në këtë përjetor të lidhjes shqiptare të Prizrenit me një kumtesë shkencore vjen profesor doktor Selim Bezera Parajush.
I nderuar Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, I nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, I nderuar Kryetari i Komunës së Prizrenit dhe Nikoqir, zoti Shaqir Totaj, I nderuar Nënkryetari i Komunës, zoti Kujtim Gashi, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues të komunave nga Lugina e Preshevës, qytetarë të Prizrenit dhe gjithë ju të pranishëm. Me 10 qershor 1878, Prizrenin e kishte mbuluar pamja një feste të jashtëzakonshme. Nëpër rrugët e qytetit krahas banorëve të përhershëm kanë qarkulluar me qindra mysafir, të cilët ishin të veshur me petkat e larmishme të krahines së vet nga vinin dhe secili I ngjeshur me armë në krah dhe me jatagana ose kobure në brez. Megjithatë, prapa këtij manifesti popullor vazhdonin të zhvilloheshin debate politike midis përfaqësuesve, të cilët ishin mbledhur këtu në Prizren. Burimet historike vërtetojnë se lidhja shqiptare e Prizrenit u themelua nga kuvendi I përgjithshëm dhe se ajo lindi në valin e një lufte politike të zjarrt. Lidhja shqiptare e Prizrenit përfaqëson një monument themelor në historinë e nacionalizmit shqiptar, duke shërbyer si një pikë kthese në ndërtimin e një identiteti kolektiv kombëtar. Kjo lëvizje zhvilluar në kontekstin e krizës së perandorisë osmane dhe vendimeve gjeopolitike të Traktatit të Shën Stefanit dhe Kongresit të Berlinit, nxori në pa aftësinë e shqiptarëve për të krijuar një front të unifikuar pavarësisht bindjeve fetare, krahinore dhe shoqërore. Nga një këndvështrim teorik, lidhja mund të analizohet përmes koncepteve të nacionalizmit, mobilizimit shoqëror dhe kujtesës kolektive, me një fokus të veçantë të roli pjesëmarrësve të zakonshëm, të cilës krahas figurave të shquara luajtën një rol vendimtar në suksesin e saj. Në Prizren thuhet ishte grumbulluar një popullsi e madhe, përveç krerëve shqiptar kishin ardhur njerëz edhe nga trevat e tjera, por këtu duhet veçuar se delegatët e Shkodrës priteshin të vinin dita në ditë. Ndër figurat më të shquara që merrin pjesë në kuvendin e Prizrenit, konsulli Lipi numëronte Abdyl Frashin, Ilyas Pash Dibren, Ymer Prizrenin, Sulejman Bokshin, Ali Bek Bucin, Hasan Pash Tetoven, Abdullah Pash Drenin dhe Ahmet Korenicën. Për sa I përket karakterit politik që kishte organizata, vëzhguesit e huaj vinin në dukje se delegatët që kishin ardhur në Prizren kanë qenë të ndarë në grupime të ndryshme, por ata I kishte bashkuar qëllimi I përbashkët. Konsulli Pons shikonte gjithmonë si vijë demarkacionin midis këtyre dy rrymave për katësinë e tyre dhe të delegatëve që ishin aty. Sipas tij, banorët musliman ishin për besnikëri ndaj portës, por ata katolik kërkonin një Shqipëri autonome. Ndonse kjo mund të shihet me një prizëm të kohës, andaj kjo nuk ka qëndruar me atë se çfarë në të vërtetë vendosi lidhja. Programet e tyre I shpallen jo vetëm me qëllim përbashkim të trevave shqiptare dhe të gjitha vilajeteve në një autonomi të vetme. Nga punimet e ditës së parë kemi një fragment të fjalimit të zjarrt që mbajti Abdyl Frashri, I cili ishte delegati I Toskërisë. Vlen të theksohet se Abdyl Frashri tha: "Ne shqiptarët rrjedhim nga një popull I lashtë, jemi pra populli më I vjetër në gadishullin e Ballkanit. Kurse sllavet erdhen vonë, por duke qenë më të shumë, na shtyn në jug perëndim të Ballkanit. Në këtë rryp të ngushtë ku ndodhemi sot, nuk mjaftoi grabitja që na bën atëherë, po kërkojnë edhe sot na shkëputin tokat e tjera. Qëllimi I kësaj mbledhje sot për sot është t'u apresim hovin armiqve të egër, duke lidhur besën shqiptare dhe duke u betuar që t'i mbrojmë me gjak trojet tona." Për sa I përket programit të lidhjes shqiptare, njoftimin më të rëndësishëm na jep konsulli Berio, I cili ka futur në dorë tekstin e rezolutës që miratoi kuvendi I përgjithshëm me 2 korrik të vitit 1878. Po ashtu, ai përmend edhe delegatët shkodran, të cilët sapo u kthyen nga Prizreni ku shkruan në atë mbrëmje: "Unë I përveta çka kanë banë në Prizren, mirëditoret mu përgjigjen, u ledh besa që shka të bajnë vaki kundra shkjavt me batë të gjithë deken derisa të lojnë për vajzë. Se kush e formoi lidhjen Prizrenit, del edhe një shkrim tjetër që votoi po atë javë Sami Frashri.
duke polemizuar me gazetën vjeneze Di Presse, e cila e paraqiste portën si nxitse televizio kombëtare të shqiptarëve në Ballkan dhe të atyre përtej Ballkanit. Ai shkruante me 17 gusht 1878 se shqiptarët patën kërkuar disa herë nga kabinetet evropiane qysh parambledhjes së Kongresit të Berlinit që të respektoheshin dhe të mos shkeleshin të drejtat e tyre. Mendoj se lidhjen shqiptare të Prizrenit e formuan veç shqiptarët për interesat e tyre kombëtare. Porta e lartë, edhe pse ishte e fokusuar që ta shënte atë, ajo ja arriti qëllimin. Fakti që lidhja e Prizrenit u formua nga veç shqiptarët është vetë mënyra më e mirë për të dëshmuar atë se çfarë i ndodhi vetë pashallarëve të perandorisë osmane në këto treva. Në njërin anë, siç e dim, shqiptarët kishin bindjen e tyre dhe atë se pa kryengritje kundër perandorisë osmane dhe forcave ballkanike nuk do të hiqej asnjëherë rreziku dhe asnjëherë nuk do të arrijej çlirimi i tokave shqiptare. Prandaj le të kujtojmë për jetë e matë lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe të vazhdojmë të jemi në frymën e njëjtë siç e të patën ata 147 vjet më parë. Ju falenderoj. Në vazhdim me këngë korale, O vendi im, vjen në interpretim shoqëria kultur-artistike Agimi. Lidhja shqiptare e Prizrenit padyshim që është nga
Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, i nderuar zotri Begaj, i nderuar zotri Kurti, ambasador, ministra, deputet, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues fetar, faleminderit të gjithëve që ishit prezent në nderimin e kësaj ngjarje historike dhe në shënimin e 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ju ftoj sigurisht edhe fëmijët dhe gjithë përfaqësuesit delegacionin nga Shqipëria për një fotografi të përbashkët.